ndoshta një tjetër, le të themi arsye grindje, nuk po themi problem se s'do të bëjmë me faj bashkëshorten ose bashkëshortin, por një nga arsyet më të mëdha debative janë pjesa e daljes pra femrës nga shtëpia. Duket pak si tabu që të marrë leje kur del gruaja, ose le të themi të njoftoj pra. Por e zemë se bashkëshorti se lejon. Pra, çfarë dispozite ka? A merr gjunafe, a duhet dalje kështu me radhë? Ka diçka që për këtë arsye do të thonë ne tham el-aade muhakkame. Adeti dhe tradita kur jetohet konsiderohet merret në konsiderat. Pra burri nuk mund të bëjë sanksione për daljen nga shtëpia për diçka që gjitha gratë domethënë normalisht dalin dhe është normale për modelin e saj. Nuk po them për modelin e shoqërisë, e cila mund të jetë shumë e shturë, e nuk dihet kur vjen gruaja në shtëpi dhe kur ik nga shtëpia, po flasim për modelin e saj. Edhe brenda le të themi bashkësisë islame, femrat kanë një model, kanë një mesatarizëm në mënyrë se si menaxhohet situata. Domethënë, janë disa gjëra të tjera që janë le të themi brenda lagjes, brenda qytetit, marrja e fëmijëve, dërgimi, vajtja tek prindi që mund të ketë në vend në tjetër qytet. Gjitha këto janë gjëra që s'ka nevojë. Nëse është diçka pastaj që me të vërtetë në traditën, le të themi në mjedisin e modelit të njëjtë, po kërkohet leje sepse bëhet fjalë të lëvizet nga një qytet në qytet tjetër, ose të shkohet diku që burri ndoshta duhet të ketë informacion të më përparshëm se ku po shkohet etj. Në një le të themi në një aktivitet, në një ftesë diku, normalisht që kjo duhet bëhet patjetër me lejen e bashkëshortit. Përveç se nëse këto më herët i kanë rregulluar këto punë dhe kanë thënë okay, çfarë është kështu, edhe i kanë sqaruar. Nëse nuk i kanë sqaruar, patjetër do të jetë me lejen e burrit, me lejen e bashkëshortit.